Kemi një trend të punësimit të njerëzve të cilët vinë dhe jetojnë brenda familjeve të caktuara, mirë po nuk e kemi asnjë inspektim të inspektoratit të punës brenda këtyre shtëpive. Mund të trajtohet si fenomen vetëm në raste kur qytetarët rrisin besimin në raport me inspektoratin e punës, i raportojnë si raste. Sfida më serioze është tek angazhimi punëtorëve të cilët punojnë në shtëpi. Në trendet e fundit në Kosovë, gra nga Azia punësohen në shtëpi luksoze për të kujdesur për familjet. Për gratë që punojnë në kushte familjare, nuk është e njohur edhe se sa orë punojnë dhe në çfarë kushte. Përkundër faktit që janë disa dhjetra gratë që punojnë në këtë formë, Inspektorati i Punës nuk ka inspektuar deri më tani asnjë rast. Tash të lidhur me çështën përkatëse, në të gjitha rastet kur angazhohen. Na e kemi vetëm si informacion që angazhohen, po në limitet e angazhimit për shkak të numrit të orë të inspektorëve të punës, nuk është se kemi pas mundësi me e hetu. A ekziston mundësia e hetimit praktik? Po ekziston. A ekziston ankesë në lidhje me çështën konkrete? Jo, nuk ekziston. Mund të trajtohet si fenomen vetëm në raste kur qytetarët rrisin besimin në raport me inspektoratin e punës, i raportojnë si raste, i evidentojnë si raste dhe padyshim se e marrin përgjigjem përfundimtar në gjitha rastet, sepse në kohë që nuk është diskutuar me kuadrin e inspektoratit të punës, atë çështje janë fjalë, mirë po në çet format duhet bukur shumë ndihmë e qytetarëve, ndihmë e publikut në evidentim të rasteve dhe inspektim pastaj tutje. Do të thonë, më rrihet me u inspektua edhe pse vendi i punës, që aty punëtori është në shtëpi. Po në gjitha rastet kur ka informacion që po mbahet, qoftë sepse ligji i punës, po ligji për sigurinë e punës përcakton që personi fizik ose personi juridik i cili angazhon në punë një të punësuar për një shërbim të caktuar, konsiderohet punëdhënës. Tash në momentin kur me ligj është të përcaktuar që personi fizik i cili angazhon në punë një person tjetër fizik është punëdhënës. Për asaj që unë e kam pa, ende nuk ka një hulumtim të qartë se sa kushton pagesa për me siguru një vend punës në Kosovë. Pra, kjo nuk kupton sa kushton pagesa të kompania i cila e rregullon dokumentacionin për me marrë lejen e punës në Kosovë, për me marrë lejen e punës në Kosovë dhe për me marrë vizën e Kosovës për ata njerëz të cilët kanë nevojë për viza. Këto procedura zakonisht kushtojnë mjete monetare dhe në shërbimet juridike të Kosovës do duhet kushtonin disa qindra deri në disa mijëra euro. Mirë po, ende nuk kam pa mënyrën se si këta punëtor i paguajnë apo i kthejnë këto mjete dhe se si zhvillohet procedura, pra sa muj kanë obligim këta njerëz me qëndru në bizneset të cilat kanë ardhur me punën to dhe cila është procedura që ata muj mi shkput kontratat dhe me u largu prej aty. Prej asaj që dim prej teorisë po dhe prej rrëfimeve që i kemi pa në vendet e tjera, këto kontrata pastaj zhvillohen me afate deri në 1 vjet dhe punëtorët obligohen me qëndru në punë pa marrë parasysh trajtimin, pa marrë parasysh kushtet e jetesës dhe pa marrë parasysh gjendjen në cilën ndodhet kompania. Pra kemi parasysh që puna në ndërtimtari në vendin tonë nuk është punë e sigurt dhe është punë mjaft e vështirë, zhvillohet në kushte mjaft të vështira me pajisje jo adekuate. Ajo që është më problematike është këto kontratat individuale apo kontratat ku njerëzit ftohen dhe obligohen me punu brenda shtëpive. Këto e kemi edhe problem me qytetarët shqiptar të Kosovës të cilët punojnë në hapësira brenda shtëpive të ndryshme, po e kemi edhe tek këta punëtorët migrantë. Pra na nuk mrim me e kuptu nëse një person ka ardhur me jetu me një shtëpi, sa orë obligohet ai me punu, cilat janë detyrat e tij të punës, në çfarë detyra angazhohet, me cilat mjete obligohet më marrë dhe çka mundet me qenë jeta e tij brenda asaj shtëpisë. Pra për neve është mjaft shqetësuese që ne kemi një trend të punësimit të njerëzve të cilët vinë dhe jetojnë brenda familjeve të caktuara, mirë po nuk e kemi asnjë inspektim të inspektoratit të punës brenda këtyre shtëpive. Pra inspektorati inspekton vetëm bizneset të cilat janë në dukje të mëdha apo bizneset të cilat ekspozohen në publik, mirë po nuk ka shku me pa se ku jetojnë këta njerëz, në çfarë kushte dhe realisht a kanë të drejtë me jetu brenda shtëpive të tyre, çfarë marrëveshje kanë për qerat apo për hapësirat në cilat ata jetojnë dhe çfarë pagë marrin në fund për shërbimet të cilat ata i kryjnë. Inspektorati në një intervistë ka thonë që nuk kanë pas ankesa prej anës së këtyre punëtorëve të temi që me hyje dhe me inspektu këtë treg, ta quajmë ashtu.
Po nëse ka veç informacione të cilat na po i kemi në shoqëni, po i diskutojmë me komunitetin, a ka të drejtë inspektorati me ndërmarr një hetim vetë me bo, edhe me këshyr? Elementi i parë, na nuk mundna me prit që kemi me pas ankesa për disa njerëzve të cilët kanë ardhur prej shteteve prej vendeve të treta, vinë në Kosovë dhe e gjejnë një situatë, kisha me thonë, pak më të mirë në raport me drejtat e punës se sa prej vendeve të origjinës nga vinë ata. E dyta, këta njerëz kanë e para bariera me gjuhën dhe nuk e njohin gjuhën lokale dhe nuk dinë për procedurat e ankesës. Këta njerëz kanë pak njohuri për nivelin e përgatitjes së institucioneve tona dhe nivelin e mbrojtjes ligjore të cilën duhet me pas në këto situata dhe rrjedhimisht kjo neve na derivan pastaj tek mungesa e raportimit dhe te mungesa e ankesave.